do flasim për vitaminën C ose për acidin lasorbik. Vitamina C është antioksidanti kryesor i gjendur në indet tona dhe luan një rol tepër të madh në krijimin e kolagjenit të ri dhe në krijimin dhe forcimin e elasticitetit. Ne kemi vitaminë C në trupin dhe në lëkurën tonë, por trupi jon nuk mund ta prodhoj vetë vitaminën C. Ai duhet ta marrë tërësisht atë nga përbërës të jashtëm. Vitamina C gjendet në nivele tepër të larta në agrume dhe në produkte të tjera të cilat ne i konsumojmë, por lëkura jon nuk mund të rrisë nivelin e vitaminës C duke e marrë atë nëpërmjet konsumit, pra nëpërmjet ngrënies. Lëkura e merr vitaminën C nëpërmjet produkteve skincare, pra nëpërmjet serumeve apo kremrave të cilët janë të pasura me vitaminë C. Përdorimi i produkteve me vitaminë C ka përfitim tepër të madh për lëkurën, sepse lufton radikalet e lira, mbron nga rrezet UV, nxit prodhimin e kolagjenit të ri, frenon enzimin tirozinazë, e cila është përgjegjëse për krijimin e melaninës, pra krijimin e njollave kafe, duke bërë zbehjen e tyre. Por acidi lasorbik ka një problem të madh, oksidohet shumë shpejt dhe ka probleme në kombinim me përbërës të tjerë në përformulime të caktuara. Për këtë janë përdorur një sër derivatesh, të cilat nuk oksidohen, kanë një gjatësi tepër të madhe dhe kombinohen shumë mirë me përbërës të tjerë në përformulime. Derivatet janë të tretshme në ujë dhe të tretshme në vaj, dhe këtu duhet tregojmë të zgjuar kur formulojmë, sepse një pjesë e derivateve kanë përthishmëri tepër të ulët, pra nuk përthithen lehtësisht nga lëkura. Në momentin që derivati përthithet nga lëkura, atëherë ajo e shndërron atë në acid lasorbik, pra në formën e pastër të vitaminës C për të marrë të gjitha përfitimet e saj. Sigurisht që një produkt të jetë i mirë dhe të jetë shumë rezultativ, duhet që të ketë formën e duhur të derivatit, pra të vitaminës, kombinimin e duhur të përbërësve të tjerë, ketë përqindjen e duhur, pH-in e duhur që depërtimi dhe përthithja të jetë sa më e mirë, pra duhet të ketë një sër kushtesh që ky produkt të jetë rezultativ. Dhe serumi joni plotëson që gjitha kushtet, plotëson pH-in e duhur, kombinimi që është shumë i mirë me acid hyaluronik, me roza kanina, me kokoqel, me ekstrakt boronice dhe shumë përbërës të tjerë. Gjithashtu kombinimi i derivatit të vitaminës C, pra gjithashtu përzgjedhja e derivatit të vitaminës C është shumë e mirë dhe rezultatet janë tashmë të testuara.